përsëri në studio. Burim Bunjaku është një emër i njohur në komunitetin e dashamirësve të kafshëve, i cili ka arritur të ndërtojë një pet shop të suksesshëm, duke kombinuar pasionin e tij për kafshët me përkushtim ndaj shërbimit cilësor. Me një përvojë të gjatë në kujdesin ndaj kafshëve shtëpiake, Burimi ka krijuar një ambient mikpritës ku klientët gjejnë gjithçka që u nevojitet për miqtë e tyre me katër këmbë, nga ushqime cilësore, te lodrat, aksesorët dhe shërbimet shtesë për mirëqenien e tyre. Po kemi krejt llojet e kafshëve, shumicën këtyre me kafshëve. Nisemi prej papagajve këto egzotik. Kemi lepuj, hamstera, mace, qenë, kështu me radhë. Po momentin që i donë, ki dashurin ndaj kafshëve, ndaj tyre, nuk është as pak e vështirë më kujdes. Çdo punë që e don njeri e kryen me përkushtim edhe pa lodhi. Kjo nuk është punë, domethënë që mundesh me punue nëse nuk i don. Thjesht nëse nuk e don një profesion, ose nuk e don një kafshë, nuk mundesh me u përkushtu asaj. Po përkushtimin kërkojnë ushqimin e mirë, pastërtien, këto gjana, shëtitje, e krejta me radhë. Për shumë kohëve të fundit që kanë fillu njerëz më vetë djesu që kafshën nuk do të me marrë vetëm sa t'jene vogël, marrë këtu me ta për me lujtën apo diçka, po kafsha pe marrin po për kujdesen për ta se për din që do me thonë një jetë e sajna ka me kalu me juve. Kafshja vetëm mbështetje e ka prej pronarit, prej familjes. Momentin që vendos dikush me marrë një kafshë, do të me ditën që për kujdesjen do të me pas pa tjetër kohën, shëtitjen, gjitha me radhë. Fillimisht ka qenë pak më pak interesimi, tash kanë fillu njerëz një pak më shumë më për kujdes për kafshë, me angazhu kafshë, një dasht. Kafsha, si që dini keriti vetëm i kafshë, do me thonë është që dom pa interes pa kur gjë është kafsha. Sidomos qenë, komune qenë, i kom 5-6 lloje që i mbaj, i kultivaj. E kom pomerianin, e kom toj pudlën, maltezin, bishonin, pekinezin. Po për çdo kafshë para se me marrë, do të me ditën ata që momentin që vendos me marrë, do të me ditën që kime pasën edhe vështërsi prej sajna, nuk ka me qenë vetëm një lodër, sa t'jeni vogël me lujtën ti, po do shmu për kujdes ta njetën do ta. Jeta e saj dikon prej 10 deri 15-16 vite, do shmu ju përkushtua. Nuk është vetëm ta marrë sa t'jeni vogël që t'luaj edhe pastaj ta braktisë në rrugë apo diçka. Në pet shopin e Burimit, klientët gjejnë gjithçka që kanë nevojë për kujdesin e duhur të papagajve, nga ushqimi i balancuar dhe i specializuar, deri te kafazët komod, lodra stimuluese dhe aksesorët që ndihmojnë në zhvillimin e tyre. Janë këta papagajt e vegjël që të ne njifen si tigrica. Ata janë, thejme që nuk ka shtëpi në Kosovë që nuk ka pas një herë atë lloj papagajve. Ata janë më të lehtë, edhe çmimi i tyre nuk është shumë i shtrejtë. Më shumë kanë qef të kenë një qen apo një macë. Më shumë kanë qef një qen apo një macë kështu. Ka papagall, na nuk kemi. Është papagall më i madh, më i veçantë. Do të ambient më të veçantë për ta. Unë nuk e mbaj për ato arsye. Se ta marrësh një papagall të tillë dhe ta fosh me një kafaz të vogël, me një ambient që nuk ja plotson kushtet, thjesht i jetë tu abuzu me ato. Momentin që nuk ja plotson kushtet, më mirë mos ta marrësh fare. Po hapësira, po gjithçka është hapësira. Të kem vend për hapësirë më të madhe me fluturu. Papagajt e mëdha janë një lloj papagajve që janë më inteligjent, lypin më shumë për kujdesje kështu. Nuk komunikon, po ai emiton disa fjalë. Që i ndëgjon disa fjalë që i duken më interesant.
ndoj emër apo diçka dhe fillimisht fillon atë emër me përsërit. Na i mbajmë këto papagajt e këto gjanat, e mbajmë nga një klësh, ndoj mace sene, po, momentalisht po. Në botën e burimit të mbushur me kafshë nga më të ndryshme, ai ka pasur eksperiencë edhe me kafshë egzotike si gjarpërind, e cila është një dëshmi e guximit dhe dashurisë së tij të vërtetë për krijesat e natyrës. Po gjarpni ka qenë ajo periudha e kamotshme dikon para 8-9 viteve. Ai ka qenë në corn snake, gjarpër i misrit. Është i butë, nuk është helmus, është gjarpën atraktiv. Fillim si atrakcion, kem pas qefta, kem pa që ka shumë njerëz që kanë fobi prej tyre dhe ma nuk i sjellin. Për kujdesje e veçantë, problemi më i madh është sigurimi i ushqimit. Edhe për atë arsye nuk i mbaj se ai duhet të ushqehet me minë gjallë. E kështu me radhë asaj. Një kafshë me ushqy, me mbyt një tjetër. Ushqimi është shumë i rëndësishëm te kafshë, te çdo kafshë. Për mirëqenien e saj duhet jetë ushqimi i mirë, edhe kafsha duhet të mbahet mirë, pastrohet nga parazitë e brendshëm, parazitë e jashtëm. Të ushqehet me ushqim të mirë që të jenë shëndosh, të vaksinohet. Klyshi do me thonë ku të jenë me moshën e vogël, t'i kry procedurën e vaksinimit. Po të gjitha janë të nevojshme për një kafshë. Gjitha këto që ka përshirë, ne i mbajmë se një nevojitet të janë. Thirrja ime kish me qenë, mos i preferoni vetëm pet shopet, edhe pse është puna jam kryesore, po ka kafshë plot tjera në rrugë, si qenë, mace, adaptojnë nga rruga, merre. Thjesht, nëse e pështon një jetë, e ke bën jetë mirë plus. Nuk do thotë se vetëm një kafshë, një qenë, pse kushton, pse ka kostot madhe është e mirë. Çdo kafshë, edhe kafsha e rrugës mund me ta dhonë dashurinë e njëjtë, si një qenë e racës.